Hythenik I kallamujit, një pite tradicionale shumë e thjeshtë për përgatitje, shumë e shijshme, mbi të gjitha është shumë e shëndetshme. Përgatitja shumë e shpejtë, besoj se kam ju pëlqyer receta, ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen e hythenikut, si zakonisht kur përgatis pije bruma, unë përgatis mbushjen një ashtu në mënyrë të njëjtë do veproj edhe me hythenikun. Këtu kam hithra të cilat I kam zi, I kam pastru në fillim, I kam zi, I kam coptu dhe ju kam largu lëngun. Gjitha këto I kam bërë pak më herët për arsye kohe, tash do ju demonstroj vetëm dhe se pjesën finale se si bëhet mbushja. Morim një tigan dhe në të shtojmë dikon rreth 170 gram me gjallë, margarin, puter, mbarët se si doni. Ju përshtat në recetës, dhezim zjarrin dhe në temperaturë mesatare e shkrijim gjalpin. Gjalpi është shkrijer plotësisht, tash ja shtojmë hitha e zira. Hithrat I merrni I pastroni pas mbledhjes, I lani mirë dhe I hedhni në tenxhere me ujë val të nxehtë, I zini vetëm për pak kohë, më pas I largoni, I pulloni dhe me anë të një thike I coftoni. Ja shtoj 600 ml me qumësht. Qofse përgatitni në një tepsi më të madhe, më të vogël, atëherë shtoni apo pakoni masat e hithat. Dhe unë dikon kam rreth 600 gram hitha, I kam bërë matjen, hithra të zira 600 gram, ja shtoj një lugë mesme me krep, apo krep mund t'i shtoni sipas dëshirës, dhe e përzi kështu mirë masën, dhe e lënë në zjarr deri ajo sa të vlojë. Masa ka fillu që të vlojë, tash për trashjen e masës do na nevojitet millmisri. Dhe ja shtoj 2 lugë gjelle. Me millmisri e trash pak harxhin apo mbushjen dhe e përzim kështu masën mirë. Kam përzir mjaftueshëm dhe harxhi është gati të largohet nga zjarri. Mbushjen pasi e kam largu nga zjarri e kam lënë të ftohet dikon për 5 minuta. Tash do ja shtoj 3 vezë. Dhe masën e përzim mirë. Që vezët përhapen në përgjithë hithrat, vezët ja japin një shije shumë të mirë. Kjo është përgatitja tradicionale e hythenikut, tamam ashtu siç e kanë përgatitur më parë gjyshët tona. Dhe mbushja është gati pasi kam bërë përzierjen. Pasi mbushja e hythenikut është gati, ne përgatisim brumin për petën e parë. Këtu kam 2 gota nga 200 ml me millmisri bio, të cilën e kam sit në një sitë të injtë dhe kam ngel pjesa më e injtë që është. Ju mund ta përgatisni edhe me mill marketi nga injti, mirëpo me mill bio do del shumë I mirë. Tash e shtoj në një lugë të mesme me krip dhe kripa zakonisht shtohet sipas dëshirës suaj. Këto masa janë përshtatshme për një tepsi me numër 42. Tash e përzim pak kështu dhe shtoj ujë val të nxehtë. Masat e ujit nuk dihen asnjëherë fikse. Shtoj një pjesë dhe e përzi. Duhet na del një masë mesatarisht e lëngshme që ta shtrim për tepsinje. Duhet të del një çull I lëngshëm që më lehtë bëhet shtrirja për tepsinje. Më e fortë, më vështirë dhe do jetë për ta shtrirë për tepsinje dhe nuk do dale shumë e mirë, nuk do dale ashtu e përdrellur. Kështu nëse e bëjna më të lëngshme pak, më e mirë dhe më lehtë do e keni ta përgatisni. Shtojmë ujë, përzim derisa ta fitojmë trashësinë e duhur. Tash morim tepsinjen e kam lyer me vaj dhe kalojmë brumin e petës së parë. Kështu mundohem që ta përhapi mirë në tepsin. Peta e parë nuk duhet që t'jetë shumë e trashë,
këtë mënyrë hitheniku dë del shumë i mirë, më shumë duhet këtë mbushje. Pitët e kallëmojta ju nevojitet një mbushje shumë, në atë mënyrë dalin shumë të mira. Tash morim një lugë dhe përhapim kështu në përgjithë tepsinjen. Mundohem në trashësi të njëjtë ta përhapin gjithë tepsinjen. Mundeni masën që ta përhapni dhe me dorë, mirëpo është e nxehtë pak, duhet keni kujdes, si t'ju vije më lehtë ashtu veproni. Kam përhap gjithë masën në përsipërfaqen e tepsisë, tash e kaloj mbushjen. Kështu, e shtoj lug dhe mbushjen duhet që ta përhapni në trashësinë e njëjtë mbi sipërfaqen e petës së parë. Tash, me shumë kujdes, mundohem që ta përhapim mbushjen, si që ceka dhe më parë, sa më shumë që të ketë mbushje, aq më i mirë do del hitheniku. Vërtet ja vlen me provu këtë pite të shishme dhe shumë të shëndetshme. Në të kaluarën gjyshet tona kanë përgatitur ushqime shumë të shishme, kanë qenë të shëndetshme, bio dhe për atë arsye kanë jetuar dhe më gjatë. Tash ushqimet që i përgatisim ne janë të shpejta për përgatitje dhe nuk janë të shëndetshme. Në ushqimet tona tradicionale nuk ka askund në botë. Përhapim kështu. Kam përhap gjithë mbushjen mbi sipërfaqen e petës së parë, tash formojna petën e dytë. Peta e dytë nuk formohet me anë të ujit, por hedhet kështu direkt mielli. Kështu hedhim miell dhe mundohemi që ta mbulojmë gjithë harxhin me anë të miellit. Dikon një gotë jo e mbushur plot do na duhet për këtë tepsim. Nëse përgatitni në një tepsim më të madhe, atëherë do ju duhet më shumë miell. Kështu mundohem ta përhapi mirë. Tash përgatisim masën që do t'ja hedhim në fund hithenikut. Këtu kam dikon rreth 200 gram me gjallë, të cilat i kam shkrirë. I hedhi në një tenxhere dhe ja shtoj 200 ml me qumësht. Dhe masën vetëm se e përzi mirë dhe ja shtoj hithenikut sipër. Kam formuar dhe petën e dytë, tash do ja hedhi harxhin e formuar apo masën me qumësht dhe me gjallë, mirëpo unë nuk do ja shtoj të tërën, do ja shtoj vetëm gjysmën, sa t'i mbuloj kështu gjithë pjesët e miellit, që t'i lagi mirë, kurse gjysmën tjetër, pak më pak se gjysmja, do ja hedhi pas pjekjes. Kështu, ja shtoj lug dhe mundohem çdo pjesë të miellit ta mbuloj me këtë masë. Gjithë sipërfaqen e petës së dytë e kam lagur me masën e përgatitur, kurse një pjesë do e lëm pas pjekjes. Tash hitheniku është gati për pjekje, kam nxjerr furrën në 220 gradë dhe në atë temperaturë do e pjeki për 35 rreth 40 minuta. E kam largu nga furra, ka një aromë shumë mirë. Tash masën e ngelur me qumësht dhe gjallë ja hedhim sipër. Mundohem që ta përhapi mirë gjithë sipërfaqen. Dhe lojmë që të ftohet dhe është gati për konsumim.
Hitheniku është gati për konsumim, ta largojmë një pjesë dhe ta demonstrojmë nga afër se si ka dalë. Kur të ftohet plotësisht, më lehtë largohet nga tepsinja, kurse kur të shtin nxehtë duhet patjetër vetëm ta konsumoni me luftë. Që shifni është indi i vakët dhe për atë arsye pak me vështërsi del, po doja dalu. Pak me majë të thikës, me një shpakull kuzhine dhe largoj. Ja dhe si duket hitheniku nga brendësia, një pite shumë e shishme, e shëndetshme, e shpejt për përgatitje. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë hithenik me miell misri, ju bëft mirë. Ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia, jepni komente të bukura, mirëmbajtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.